Mirëdita të gjithëve, e nderuar zonja ministre, të nderuar rektor, të dashur kolegë, sot po shpallim në fakt projektet fituese. Në fakt kjo nuk është një surprizë, sepse ne projektet i kemi lançuar nëpërmjet website-it ton, sigurisht dhe ju kemi njoftuar, por kjo është një ditë ku ne krahasohemi dhe masim ato rezultate të cilat ne duhet i prekim dhe ç'është më e rëndësishmja, sot është një ditë ku ne shikojmë çfarë sfidash kemi të i kalojmë. Ja jap fjalën zotit Akli Fundo për një fjalë përshëndetse. Zoti Fundo, fjala për ju. Faleminderit, drejtoresha. Për mua është kënaqësi sot të marr pjesë në këtë event organizuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në kujdesin e Ministrisë së Arsimit, ku lançohen projektet fituese të kërkimit shkencor për vitin 2025. Një nga objektivat strategjik të Universitetit Politeknik të Tiranës është përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës së kërkimit shkencor, të cilën ne përpiqemi ta realizojmë në 3 mënyra. Nëpërmjet financimeve, projekteve të financuara nga qeveria shqiptare, nëpërmjet projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian dhe vitet e fundit dhe nëpërmjet projekteve të financuara nga vetë Universiteti Politeknik. Tashmë, me shumë kënaqësi, mund të them se interesi i profesoratit të Universitetit Politeknik është drejtuar dhe nga projektet me financim vendas. Ka një numër të shtuar të aplikimeve në projekte të infrastrukturës kërkimit shkencor, projekteve kombëtare të kërkim zhvillimit, projekteve kombëtare të teknologjisë dhe inovacionit, dhe jo më pak në të bilaterale. Kjo falështimit të financimit të qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Vitin e kaluar, pra 2024, kemi aplikuar 24 projekte dhe jemi shpallur fitues në 13 prej tyre, dhe më thënë më shumë se 50% të aplikimeve janë shpallur fituese dhe një financim për më shumë se 1 miliard lekësh. Si vjet ne kemi aplikuar në 32 projekte, pra i kemi rritur aplikimet. Përfitimi financiar ka qenë i konsiderueshëm duke shtuar me rreth 45 deri 50% planin buxhetor për kërkimin shkencor. Ju faleminderit. Zonja Guxholli, fjala për ju. Faleminderit, të nderuar kolegë, të nderuar të ftuar të tjerë pjesëmarrës në këtë event të rëndësishëm që na bashkon të gjithëve ne në përpjekjet tona për të lidhur dijen me praktikën, në përpjekjet tona për të bashkëpunuar dhe për të ndarë produktet e punës tonë dhe për të parë në të ardhmen. Fal vizionit të Ministrisë dhe të Akshit, agjencisë së tij, është bërë mundur për ne të gjithë, theksoj këtu dhe universitetet private të cilët unë përfaqësoj në këtë panel, që të mundësohemi, pra të mbështetemi për të çuar përpara këtë komponent kaq të rëndësishëm dhe të domosdoshëm të suksesit, dhe do të doja ta vazhdonim këtë punë për të zgjeruar më tej bashkëpunimet tona në mënyrë që të krijojmë kapacitet për të përfituar projekte edhe më të mëdha që janë projekte të financuara nga programe të ndryshme të Bashkimit Evropian apo të organizmave të tjera. Dhe njëherë faleminderit dhe suksese të gjithëve. Tani fjalën duhet ta jap profesor Tonin Gjurajt. Faleminderit Mirela, zë ministre, profesor Hoxha, kolegë rektor. Ajo që unë sugjeroj është se të vijojnë shumë pozitive që edhe sektori tashmë s'ka një ndarje të sektorit privat dhe të sektorit shtetëror apo publik, po të vijojnë përpjekjet me tej pra për të ruajtur gjithmonë një ekuilibër, pra midis të dy sektorëve. Është krejtë nevojshme pra që ky ekuilibër të vijohet pra që të ruhet dhe të aspektet infrastrukturore në një moment të caktuar për sektorin privat, pse jo. Unë mendoj që në të ardhmen mund të shikohet mundësia e mbështetjes së projekteve, të dy lloje të projekteve, pra që unë përmendën përputhje me nevojat rajonale, se nëse ne do mendojmë që do ndodh një ditë dhe do fillojë, sepse diskutimet kanë filluar për profilizimin rajonal të IAL-ve,
atëherë dhe financimi i projekteve duhet marrë këtë drejtim, qoftë atyre të laboratoreve apo projekteve kërkimore, qoftë ato individualet apo me grupe pedagogësh të cilët tashmë janë shpallur për këtë vit, po them për të ardhmen. Kështu që faleminderit shumë edhe për mundësinë që na vati. Ja jap fjalën zotit Artan Hoxha, rektori i Universitetit të Tiranës. Faleminderit Mirela për fjalët. U bën disa takime. Çdo vit mblidhemi, edhe aty që shoh që këtu kam pasur fatin të jem këtej, shoh që kjo salla sa vjen e bëhet më e gjatë. Numri i pjesëmarrësve është më i madh. Interesi kuptohet gjithashtu. Është tregues sasior që tregon elementin cilësor. Sepse po shikojmë shifrat në çdo universitet, por edhe si kryetari i konferencës së rektorëve, të gjitha institucionet, publike dhe jo publike të arsimit lartë, i kanë kushtuar vëmendje të veçantë elementit që prej shumë vitesh ne kishim lënë në fjetje, që është kërkimi shkencor. Pra të fokusuar kryesisht në mësimdhënie, komponenti dytë i rëndësishëm i arsimit lartë nuk kishte të njëjtin interes dhe përkushtim nga institucionet tona. U bën disa vite që ky element shtohet nga vitin vit dhe ne bëjmë institucione që ndikojmë më shumë në shoqëri se sa kemi ndikuar vite më parë. Ne tani po hapem negociatat në kapituit që na përfshin edhe arsimin e lartë, ndër tjera, ne jemi porta hyrëse në Bashkimin Evropian, e kemi tentuar më herët, jemi pjesë e projekteve të BE-s, por që ajo që është e rëndësishme është që ne jemi pjesë e projekteve tona. Dhe aty që ne duhet vlerësojmë është që nga viti në vit nuk është çështja e vlerës e cila në atë fondin rritet, por është më tepër efektiviteti i përdorimit të këtij fondi që qeveria shqiptare jep për kërkimin shkencor dhe inovacioni. Dhe po të shikosh, rritja e cilësisë kërkimit vjen në rritje dhe me ndikim në veprimtarinë tonë të përditshme dhe më gjerë. Dhe tani, unë do t'ja jepja tani fjalën zonjës Ogerta Manesirliu. Fjala për ju, zonja ministre. Shumë faleminderit Mirela, të nderuar rektor, nderuar Profesor Hoxha, kryetari i konferencës rektorëve, zëvendës rektor, dekan, të dashur profesor, kërkues shkencor. Jam vërtet e kënaqur që sot jam këtu në një ditë ku ne prekim një tjetër rezultat të mbështetjes sonë të qëndrueshme për kërkimin shkencor dhe që lidhet me projektet fituese të cilat shpallen sot nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në kujdesin e veçantë të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Ne të gjithë e dim dhe sot më shumë se kur se dia dhe teknologjia është ajo, janë ato faktorë të cilët çojnë përpara zhvillimin ekonomik, social dhe teknologjik të një vendi. Ndaj, sot më shumë se asnjëherë, kur kemi vendosur kaq shumë potenciale në dispozicion të zhvillimit ekonomik, social dhe teknologjik të vendit tonë, ka nevojë që të gjithë të jemi bashkë, të tregojmë edhe më shumë ambicie se sa kemi treguar ndoshta edhe më parë në raport me zhvillimin e institucioneve të arsimit lartë, të kërkimit shkencor, jo vetëm sepse jemi në këto zhvillime pozitive të aspekteve ekonomike dhe sociale të vendit, por nga ana tjetër se jemi shumë afër një aspiratet ka hershme tonën që është antarësimi në Bashkimin Evropian. Pak ditë më parë janë hapur dhe negociatat për një grup kapitujsh, 2 prej cilave i përkasin arsimit, kulturës, sportit dhe tjetri, kapitulli 25, i përket shkencës dhe kërkimit shkencor. Dhe tashmë
jemi vendosur në të tjera kondita që ne na duhet jo vetëm të punojmë edhe më ngushtësisht së bashku. Dhe kur them së bashku, nuk kam fjalën vetëm tek universitetet. E kam fjalën edhe tek biznesi dhe tek diaspora akademike dhe tek ndërkombëtarizimi i kërkimit shkencor si element të cilët ne na vendosin dhe na japin më shumë potencial për të arritur edhe më shpejt, në mënyrë edhe më të qëndrueshme, rezultatet në fushën e arsimit lartë, cilësisë së arsimit lartë, cilësisë mësimdhënies, cilësisë së kërkimit shkencor dhe potencialit që të gjitha këto së bashku i ofrojnë zhvillimit shoqëror, zhvillimit të komuniteteve, zhvillimit të teknologjisë, përparimit të saj dhe gjithashtu dhe mbështetjes së shoqërisë. Kemi qenë përpara 4-5 vitesh vetëm me 2 programe financimi për kërkimin shkencor. Sot kemi 6 programe të financuara. Në muajin qershor ne hapim dhe një tjetër program të ri që lidhet me mbështetjen për doktoraturat. Për ato doktoraturat të cilat ne vlerësojmë që janë pjesë e fushave prioritare të kërkimit shkencor dhe që i shërbejnë shoqërisë, zhvillimit social, ekonomik dhe teknologjik të vendit tonë, dhe ku një rol të rëndësishëm dhe një kriter i posaçëm për aplikimin në këtë program të ri, sikurse edhe në të gjithë programet e tjera, për cilat ne jemi duke ripar dhe modalitetet e aplikimit, do të jetë dhe multidisiplinariteti. Dhe multidisiplinariteti nuk lidhet thjesht me përdorimin e një laboratori nga kërkues shkencor edhe të universiteteve të ndryshme. Edhe këtu lidhet patjetër. Ne sot po investojmë në infrastrukturën e kërkimit shkencor me hapa të mëdha. Po investojmë në Universitetin Politeknik për një prej programeve shumë të rëndësishme që ne kemi nisur me CERN-in, ashtu si kurse në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, ku vetëm të disponosh sot high performance computing dhe t'i kesh këto pajisje, të cilat praktikisht të bëjnë të mundur që të punosh me inteligjencën artificiale, me machine learning dhe të tjera zhvillime të cilat mundësojnë që kërkuesit tanë shkencor të rriten dhe të shërbejnë përmes kërkimit shkencor në të gjitha fushat e zhvillimit teknologjik të vendit, është vërtet shumë i rëndësishëm për të ditur nga të gjithë, po dhe për të shfrytzuar nga të gjithë. Dhe unë nuk besoj që ne shkencës ndonjëherë i kemi vënë kufi dhe as mure, sepse shkenca nuk ka mure. Nuk mund të kenë mure as laboratorët shkencor. Vetëm nëpërmjet krijimit të marrëveshjeve bilaterale mes universiteteve, këto investime mundet të vijë në dispozicion edhe të punës kërkimore shkencore të universiteteve private, ashtu sikurse dhe privati për universitetet publike. Ne jemi një ekosistem dhe komplementarizimi është ajo që ne e kemi vendosur si objektiv të punës sonë edhe në raport me mbështetjen financiare të projekteve të kërkim zhvillimit që sot Akshi bën dhe me universitetet private dhe me biznesin si mundësi që i japim kërkimit shkencor për të zhvilluar në të gjithë ekosistemin e arsimit lartë. Ndaj është shumë e rëndësishme mënyra se si ne tani do ta zhvillojmë kërkimin shkencor. Me të gjithë këto potenciale që kemi, e para me burimet tona njerëzore. Nuk është pak të angazhohen 500 kërkues shkencor në vit. Në 181 projekte në vit. Pra nuk po marr totalin e 5 viteve, se do shumë fishohen, por 500 kërkues shkencor. Dhe që kemi nevojë patjetër për të mbështetur edhe më shumë zhvillimin e kërkimit shkencor, tani në një dimension të ri. Mendojmë ne dhe gjykojmë ne si Ministri Arsimi, si institucion politik bërës,
në raport me atë që sot janë pritshmëritë, jo vetëm në hapësirën tonë brenda vendit, por edhe në ato indikatorë që kërkon Bashkimi Evropian nga vendi ynë. Ndaj 181 projekte këtë vit të financuara, ku 73 prej tyre janë projekte të kërkimit të zhvillimit, të cilat do të pasohen me publikime të artikujt në revistat shkencore. 55 projekte që financohen nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit dhe projekti RID i Fondacionit Amerikan Shqiptar për Zhvillim, ku 55 projekte të hartuara nga kërkuesit shkencor të universiteteve tona dhe diaspora akademike për herë të parë mbështeten edhe nga qeveria, pra përmes akshit. Dhe janë 21 projekte të infrastrukturës së kërkimit shkencor që financojmë këtë vit. Janë 12 projekte akademi biznes dhe janë me 10 projekte që financojmë për projektet e mobilitetit me vendet europiane si Austria, si Italia apo edhe vendet të tjera. Dhe unë besoj që vitin e ardhshëm bashkimi i kërkuesve shkencor të universiteteve tona, publike, private, të biznesit gjithashtu, të akademisë shkencave, të instituteve kërkimore shkencore, pjesë e ministrive dhe institucioneve të tjera të shtetit, duhet që të lidhen dhe më shumë me universitete apo institute ndërkombëtare, në mënyrë që projektet vërtet të kenë jo vetëm një impakt të drejtë për drejtë në zhvillimin ekonomik, social dhe teknologjik të vendit, por edhe të zhvillojmë ato që për ne, por edhe si një detyrë që kemi dhe nga hapja e negociatave, gjithë përfshirjen dhe multidisciplinaritetin. Multidisciplinariteti ne do të na japi zhvillimin e vërtet. Nxitjen dhe ambicien që ne të përparojmë në fushën e kërkimit shkencor. Si qeveri, vetëm vitin e fundit, kemi rritur me 29%, pra rreth 30% fondet për kërkimin shkencor, dhe sot jemi në vit rreth 8 milion euro të alokuara për projektet e kërkimit dhe zhvillimit, në të gjitha programet që Akshi financon. Pra çdo vit ne jemi duke rritur në mënyrë të qëndrueshme financimin për kërkimin shkencor. Ajo që ne sot kemi në dorë është që duhet të punojmë dhe më shpejt, janë të gjithë instrumentat ligjor të ligjit të ri të shkencës dhe kërkimit shkencor, dhe të realizimit të strategjisë kombëtare të kërkimit shkencor dhe inovacionit, me të gjithë hapat që ne kemi përfshirë në këtë strategji, sepse ligji i ri për shkencën dhe kërkimin shkencor i hap një dritare të re mbështetjeje të gjithë institucioneve kërkimore shkencore, ku përfshihet jo vetëm Akademia e Shkencave dhe institutet kërkimore, por dhe universitetet, për të ngritur qendra ekselence, për të krijuar njësi të kërkimit shkencor, për të zhvilluar potenciale brenda universitetit konkurruese. Ne jemi në një moment ku besoj unë që kemi nevojë për projekte nëpërmjet të cilave të tregojmë që kemi rritur standardin në raport me shërbimin që i bëjmë institucioneve të arsimit lartë, shoqërisë dhe përparimit të vendit. Dhe kjo nuk vjen thjesht duke depozituar projektet e radhës, po duke menduar që sot për projektin e radhës që universiteti do të dorëzojë në agjenci apo në projektet e Bashkimit Evropian apo përmes konsorciumeve apo përmes bashkimit të universiteteve brenda dhe jashtë vendit për të rritur nivelin e kërkimit shkencor në Shqipëri. Dhe sa herë që ne të citohemi në përpublikime, aq herë ne do themi që po, këtu kemi përparim. Pra nuk do të masim më suksesin e kërkimit shkencor me numër projektesh, po me citime. Sa nga këto 73 projekte plus 55 të RID-it u cituan në revistat ndërkombëtare.
me faktor impakti apo të tjera. Sa universitetet filluan që përmes këtyre pikëzimeve në revistat e punëve shkencore filluan të rankohen vit pas viti në sajtet prestigjioze të rankimit. Kjo është ambicia jonë. Ky është edhe plani ynë i përbashkët dhe jam e bindur që me angazhimin e të gjithëve ne këtu, në mënyrë të qëndrueshme dhe me fokus mbështetjen e kërkuesve të rinj dhe me gjithë instrumentat e reja që legjislacioni i ri, që përmirësimi i legjislacionit ekzistues, edhe të ligjit për arsimin e lartë, dhe gjithashtu dhe mbështetja e palëkundur e qeverisë shqiptare, Ministrisë së Arsimit, për rritjen e financimit për arsimin e lartë, do të mundsoj një nivel të ri të universiteteve tona publike dhe private, dhe gjithashtu edhe të kërkimit shkencor si një nga faktorët kyç të zhvillimit jo vetëm të ekosistemit arsimit lartë, por dhe të zhvillimit të shoqërisë në tërësi. Shumë faleminderit.